Me Papa Francesku në qëndrojet një ditë pas Pashkëve, bota ka hyrë në një ngjarje të jashtëzakonshme, vdekja e një peshkopi. Papa Francesku, i cili është ndar nga jeta në moshën 88 vjeçare, miratoi vitin e kaluar një funeral të thjeshtuar për veten duke shmangur disa nga ritet dhe ritualet më të lashta që ndodhin kur një pap ndron jetë. Por vdekja e tij do të nisë menjëherë një seri ngjarjesh të planifikuara me kujdes, të rafinuara gjatë shekujve dhe mbi qindra pap që kanë ndruar jetë. Disa nga traditat e Vatikanit datojnë që nga Roma e lashtë. Në fund, një udhëheqës i ri i Kishës Katolike do të zgjidhet përmes një procesi të rrezikshëm të dramatizuar si në filmin e nominuar për Oscar Conclave, ku kardinalët progresistë dhe konservatorë do të garojnë për kontrollin e një institucioni me 1 miliard besimtar globalisht. Vdekja, tradicionalisht detyra e konfirmimit të vdekjes së papës është e Camerlengos, një funksionar i lartë i Vatikanit. Aktualisht ky post mbahet nga kardinali Kevin Farrell me origjinë irlandeze. Nëse tradita ndiqet, Farrell do të jetë ai që viziton trupin e Papa Franceskut në kapelen e tij private dhe do të thras emrin e tij për ta zgjuar. Sot kjo është kryesisht ceremoniale pasi mjekët tashmë kanë konfirmuar vdekjen e papës nëpërmjet mjeteve të zakonshme mjekësore. Një mit i përsëritur shpesh thotë se Camerlengoja gjithashtu i godet butësisht kokën papës me një çekiç argjendi, por Vatikani e ka mohuar gjithmonë këtë praktik. Kur papa nuk përgjigjet sipas traditës, unaza e tij e peshkopit që vepron si vula për dokumentet zyrtare papale shkatërrohet, duke shënuar fundin e mbretërimit të tij dhe apartamentet papale mbyllen. Camerlengoja i informon kardinalët e kolegjit, trupin drejtues të lartë kishës për vdekjen e papës para se kjo të shpallet për botën me një deklaratë Vatikanit për mediat. Periudha e zis. Vdekja e papës do të nxjerrë një periudhë nënditore pikëllimi të njohur si Novendiale, një zakon që ka ardhur nga Roma e lashtë. Italia gjithashtu shpesh shpall një periudhë pikëllimi kombëtar. Trupi i papës do të bekohet, do të vishet me veshje papale dhe do të ekspozohet në bazilikën e Shën Pjetrit për të shfaqur për publikun, ku qindra mijëra njerëz do të qëndrojnë radh për të paguar respektin e tyre përfshirë dinjitar të huaj dhe lider botror. Në të kaluarën, trupi i papës është ekspozuar në një platformë të ngritur të quajtur katafalk, por ritet e thjeshtuara të funeralit Franceskut do ta shohin atë duke qëndruar në një arkivol të hapur pa shumë lavde dhe ceremonira. Historikisht papat shpesh janë mumifikuar dhe disa janë pastruar nga organet e tyre para varrimit. Një kish pranë Shadrvanit në Trevit, Romës, ka zemrat e më shumë se 20 papëve në urnat prej mermerit, ruajtur si relike të shenjta, por këto praktika kanë rënë në harres. Ndërsa Papa Francesku qëndron në shtetin e tij, shërbime ditore, lutjesh dhe mesh requiem do të mbahen në bazilikën e Shën Pjetrit dhe në të gjithë botën katolike. Ndërkohë, Vatikani hyn në një periudhë kalimtare të quajtur Karrige e Lirë, gjatë së cilës drejtimi i kishës do të kalojë përkohësisht kolegjit kardinalëve, megjithatë nuk mund të merren vendime të mëdha derisa të zgjidhet një pap i ri. Varrimi, funerali i papës me shumë mundësi do të mbahet në sheshin në Shën Pjetrit midis 4 dhe 6 ditëve pas vdekjes me mbështetës të shumtë që mbushin Vatikanin për shërbimin. Ky do të udhëhiqet nga dekani i kolegjit kardinalëve, aktualisht 91 vjeçari italian Giovanni Battista Re. Tradicionalisht papa varroset në grotët e Vatikanit, kriptat nën bazilikën e Shën Pjetrit. Gati 100 pap janë varrosur aty, duke përfshirë Papa Benedikti XVI para ardhsin e Franceskut, i cili ta dorëheqi në vitin 2013 dhe vdiq në vitin 2022, por Francesku tha në një intervistë në vitin 2023 se kishte zgjedhur bazilikën Santa Maria Maggiore në Rom, një nga kishat e tij më të preferuara dhe më të frekuentuara, si vendin e tij të prehjes së fundit, duke e bërë atë papën e parë në një shekull që do të varroset jashtë Vatikanit. Papët e kaluar janë varrosur në 3 arkivol, një prej cipresi, një prej zinku dhe një tjetër prej shashte, mbi vendosura njëra mbi tjetrën, por Francesku ka urdhëruar që ai të varroset në një arkivol të vetëm të bërë nga druri dhe zinku. Kur Benedikti XVI u varros, arkivoli i tij gjithashtu përmbante monedha të shpuara gjatë mbretërimit të tij, si edhe një tub metalik që përmbante një rogit, një dokument i rrotulluar prej 1000 fjalësh që përshkruante jetën dhe mbretërimin e tij. Francesku mund të varroset gjithashtu me rogitin e tij që tregon papësinë e tij të veçantë. Zgjedhjet për papën e ri. 2 deri në 3 javë pas funeralit papës, kolegji i kardinalëve do të mblidhet në Kapelën Sixtin për të mbajtur një konklav, procesin shumë të fshehtë të zgjedhjes së një pape të ri. Në teori, çdo katolik i martuar i baptizuar mund të jetë i mundshëm për papësinë. Por për 700 vitet e fundit papët janë zgjedhur gjithmonë nga kolegji i kardinalëve. Shumica e 266 papëve të zgjedhur gjatë historisë kanë qenë europian. Papa Francesku i lindur në Jorge Mario Bergoglio në Argjentinë është papa i dytë europian në 1300 vjet. Ndryshe nga politika e zakonshme, kandidatët për pap nuk fushatizojnë hapur për këtë pozitë. Vëzhguesit e Vatikanit i quajnë kardinalët që kanë mundësi për të bërë papësi të mundshëm për papësinë. Në ditën e votimit, Kapela Sixtin me plafonin e saj të famshëm të pikturuar nga Michelangelo do të mbyllet fizikisht dhe kardinalët të cilët kanë
kanë marrë një betim për fshehtësinë do të mbyllen brenda. Vetëm kardinalët nën moshën 80 vjeç kanë të drejtë votojnë. Rreth 120 do të votojnë në fshehtësi për kandidatin e tyre të zgjedhur duke shkruar emrin e tyre në një fletë votimi dhe duke vendosur atë në një kup në krye të altarit. Nëse asnjë kandidat nuk merr shumicën e kërkuar prej 2/3, zhvillohet një raund tjetër votimi. Mund të ketë deri në 4 raunde në ditë. Konklava që zgjodhi Papa Francesco në 2013 zgjati rreth 24 orë dhe 5 vota, por procesi mund zgjas më gjatë. Një konklav në shekullin e 13 zgjati rreth 3 vjet, ndërsa një tjetër në shekullin e 18 zgjati 4 muaj. Pasi numërohen fletët e votimit, ato digjen në një sobë brenda Capello Sistine të instaluar para kohë nga zjarr fiksit e Vatikanit. Një sobë e dytë djeg një kimikate duke dërguar një sinjal tymi përmes një xhaku në botën e jashtme. Tymi i zi do të thotë se një pap i ri nuk është zgjedhur, tymi i bardhë do të thotë se dikush është zgjedhur. Papa i ri, pasi do zgjidhet një pap, një përfaqësues nga kolegji i kardinalëve lexon njoftimin latin Habemus Papam, që do të thotë ne kemi një pap, nga balkoni kryesor i bazilikës së Shën Pjetrit me pamje nga mira besimtar të etur. Pastaj papa i sapo zgjedhur, pasi ka zgjedhur një emër papal, me shumë mundësi ai qëndron një shenjtor ose paraardhës dhe ka veshur një kasol të bardhë, del në balkon për të dhënë adresën e tij të parë për publikun dhe me këtë bota katolike ka një udhëheqës të ri. Së bashku me vendosjen e mësimeve dhe moralit kishës, papa zotron fuqi të rëndësishme diplomatike dhe politike në politikën botërore, duke vepruar si ndërmjetës në konfliktet globale dhe duke udhëhequr përpjekjet humanitare. Shumica e papëve shërbejnë deri në ditën kur vdesin. Papa Benedikti XVI, i cili adoroi në vitin 2013 në moshën 85 vjeçare për shkak të shëndetit në rënje, ishte papa i parë që adoroi në 600 vjet.